Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut të manduar, ndërsa paqja, bekimet, lavdat e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues nderuar, më lejoni që në fillim të këtij takimi sonte në këtë transmetim të drejtë për drejtë t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi sonte në takimin e radhës në emisionin tonë Çka thot feja. Dhe kemi filluar që të flasim dhe të trajtojmë një temë e cila ka të bëjë me një botë që është e fshehtë dhe e padukshme për neve. Një botë që është përtej kësaj bote që ne jemi duke jetuar. E që për të gjitha ato që do të ndodhin në botën e ardhshme, na ka lajmëruar Allahu i manduar dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në takimin e fundit kemi folur për sprovën në varr dhe kemi përmendur se çdo i vdekur kur të varroset në varr i vijnë dy melek dhe e pyesin 3 pyetje të rëndësishme dhe vendimtare për vazhdimin e udhëtimit të tij të mëtutjeshëm në botën e përtejme. Pyetja e parë: kush është Zoti yt? Cila ka qenë feja jote? Dhe kush është ky njeri që e kemi dërguar tek ju? Dhe kemi përmendur se në varr ndodhin zhvillime, ndodhin ngjarje të rëndësishme. Disa janë të mira, por disa janë të hidhura. Begatia në varr është hak, është e vërtetë. Të vdekurit jetojnë një botë tjetër, botë të shpirtrave që ne nuk e njohim, por e besojmë. Dhe ata në këtë botë kanë mundësi të përjetojnë kënaqësi dhe begati për aq që u lejon dhe i furnizon me to Zoti i gjithësisë. Për krahas kësaj, e mundshme është dhe besojmë në këtë dhe jemi të bindur se ka edhe dënim në varr. Nëse njeriu nuk mund të përgjigjet pyetjeve si duhet, dhe nuk mund ta kalon provimin që i prezantohet në natën e varrit, atëherë padyshim se kjo mund të sjellë pasoja të rënda dhe të hidhura këtij të vdekuri, Allahu na ruaj. Andaj përderisa bëhet fjalë për një dënim në varr dhe bëhet fjalë për një, me të vërtetë, një dënim që i nxin edhe më tepër vështirësitë në atë vetmi në varrin e tij. Dietarët islam kanë përmendur dhe kanë përmbledhur shkaqe të cilat me lejen e Allahut të manduar, në qoftë se i marrim parasysh në jetën e kësaj bote dhe kujdesemi për to, mund të na ndihmojnë që të shpëtojmë dhe ta evitojmë nga vetja jonë dënimin në varr. Ndaj sonte shikuar kam vendosur që të flas për disa nga këto shkaqe, të cilat me lejen e madhruar, nëse kujdesemi për to dhe kemi parasysh sikur që e përmenda, do të na bëhen me të vërtetë një mbrojtës me lejen e Allahut të manduar nga dënimi i varrit kur të bihemi në varr. Këto shkaqe i ka numëruar edhe dietari i njohur Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimahullah dhe disa nga dietarët e tjerë, dhe i kanë ndarë në 2 grupe këto shkaqe. Grupi i parë janë shkaqet e përgjithshme, do të thotë nuk janë të detajzuara, dhe grupi i dytë i shkaqeve do të thotë prezanton dhe paraqet shkaqet në mënyrë të detajzuar, vepër për vepër, që me lejen e Allahut të manduar na ndihmojnë që të kemi një jetë të këndshme, të mirë, të rehatshme në varr, duke u larguar, duke i shpëtuar dënimit në varr. Kur bie fjala për shkaqe të përgjithshme, atëherë padyshim se besimtari dhe besimtarja duhet që gjithmonë të jenë të gatshëm për vdekje. Gjithmonë duhet ta kemë parasysh se mundësia ekziston që ata ndoshta në çdo moment ta përfundojnë jetën në këtë botë. Veçanërisht kur njerëzit bien të flajnë. Natën gjumi është vdekja. Gjumi është vdekja. Dhe Allahu xhallahu ala u merr shpirtrat njerëzve kur ata janë në gjumë. Dhe Allahu xhallahu ala pastaj vendos kujt i ia kthen shpirtin e kujt nuk i ia kthen. Prandaj njëri kur bën të flan, sikurse edhe tek ne thuhet, gjumi është gjysma e vdekjes. Nga njeriu është larg vetdijes, larg
aktiviteteve larg punëve, nuk dëgjon, nuk sheh e kështu me radhë. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah ka përmend se njeriu është mirë. Kjo është një prej shkaqeve të përgjithshme që para se të bie të flan, të llogarit vetën e tij për ditën që ka kaluar. Çfarë ka folur gjatë kësaj dite? Çfarë ka vepruar gjatë kësaj dite? Si është sjellur me të tjerë gjatë kësaj dite? A ka qenë i mirë? A ka qenë i dobishëm? A ka qenë i sjellshëm? A ka qenë i moralshëm? A ka qenë i kujdesshëm? A i ka kryer obligime që i ka ndaj Allahut dhe ai ka kryer obligime që i ka ndaj njerëzve në përgjithësi, prindërve, familjes së tij e kështu me radhë. Dhe nëse gjen se gjatë ditës ka bërë një vepër jo të hishme, jo të mirë, ka folur në fjalë që ndoshta nuk është fjalë e pëlqyer e kështu me radhë, dhe që nuk do të kishte dëshirë që atë fjalë apo atë vepër ta mirte me vete në botën tjetër, le të pendohet Ibn Qayyim rahimullah. Le të pendohet një pendim i cili me të vërtetë i ashlyen mëkatet e ditës. Andaj, nëse vdes në gjumë, vdes i pasur nga mëkat, nga se është penduar. E nëse ngritet mëngjes, ngritet me një vullnet dhe motiv të madh për të vazhduar rrugën e Allahut azza për kësaj radhe i pastër, për kësaj radhe që të jetë më i mirë, më i kujdesshëm, nga se e din se mbrëm është penduar nga veprat e këqija. E nëse prapë ndodh gjatë ditës që të bën diç, nga se jemi njerëz mund të gabojmë, le ta përsit këtë çdo natë para se të bie të flan, të ulet, për disa çaste të mendon, çfarë nëse sonte është nata e fundit. Çfarë nëse sonte unë largohemi nga kjo botë dhe nuk më jepet mundësia më ta fali sabahun, nuk më jepet mundësia më që ta fali drekën, ikindin, nuk më jepet mundësia të bëj mirë, Allahu na fal. Prandaj kërkon falje tek Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është një shkak i rëndësishëm. Kush kujdes për këtë shkak, me lejen e Allahut manduar, nuk e befason vdekja. Nuk e befason ndarja nga kjo botë, por ai me lejen e Allahut manduar do të jetë i gatshëm vazhdimisht për të ballafaquar dhe për të atakuar këtë musafir që troket në dyert e të gjithë neve. Kjo është një shkak i përgjithshëm. Qas nuk thot pendon nga kjo bëre kët. Ulu për sa çaste medito dhe pendohu tek Allahu azza xal. Pendohu jo vetëm për mëkatet, por pendohu edhe për cilëtitë e veprave. Ndoshta veprat e mira i ke bërë gjatë ditës, por s'kan qenë kualitative sa duhet. Ti ke fal namazin, por a ka qenë kualitativ sa duhet ky namaz? Nuk ka qenë ndoshta. Ti ke përmendur Allahun azza xal, por në përmendja ti nuk ka qenë kualitative sa duhet. Andaj pendohu tek Allahu xhallahu ala për namazin. Pendohu tek Allahu te bareke ve teala për çdo vepër të mirë që e ke bërë e që e din ti shumë mirë se ka pas mundësi të bëhet edhe më mirë. Pendohu tek Allahu xhallahu ala duke u zotuar se në të ardhmen, nëse Allahu të jap jetë dhe të zgjohesh në mëngjesin e ditës së ardhshme, do të jesh më i kujdesshëm për namazin, do të jesh më i kujdesshëm për veprat e caktuara të mira kështu me radhë. Andaj pendimi, shikues ndëruar, nuk nënkupton vetëm të penduar nga veprat e këqija, nuk nënkupton që njeriu të pendohet vetëm nga shikimi në të ndaluarën, të pendohet nga dëgjimi e asaj që është ndaluar, kanë dëgjuar ndoshta përgojim, kanë dëgjuar bartje fjalësh, kanë dëgjuar fjalë të pahishme, pendohet për mëkatet që i ka kryer me vesh, pendohet për gjuhën që nuk e ka përdorur si duhet, ndoshta ka fol fjalë të pahishme, ka përgojuar, ka bart fjalë, ku e din. Pendohet për gjitha këto, por edhe pendohet edhe për punë të mira. Jo pendim që nuk kupton të ndaluarit dhe të larguar nga punë të mira, larg asaj. Jo të pendohet nga punë të mira se ndihet keq pse është fal, larg asaj. Kjo s'bën të ndodh asnjëherë, por pendohet për shkak se ka pas mundësi ta bën më mirë. Ka pas mundësi ta kryejë ndërtyrën edhe më bukur, edhe më drejt. Prandaj edhe për këtë pendohet. Dhe çdo natë këtë bën para se të bie të flan, ndalet dhe mendon, ndalet dhe mediton. Disa çaste të vetmimit me Zotin tënd, për shikuar se ku je nisur. Çfarë përfundimi pret për veten tënde? Kemi nevojë. Wallahi kemi nevojë shumë për këtë vetlllogaritje, për këtë ndalje që shikojmë se ka jemi shkuar. Si mendon të dalësh nga kjo botë këtë gjendje? A je i kënaqur me këtë gjendje? Si pret me taku Allahun xhallahu ala? Nëse ky takim mund të bëhet nesër mëngjes, mund të bëhet në gjysmën e natës, ku e din kur do të bëhet? Prandaj, kështu besimtarët dhe besimtarja e llogaritin vetë natyrë shikuar ndëruar. Dhe vazhdimisht janë të gatshëm që të dalin sa më të pastër, sa më të përgatitur nga jeta e kësaj bote. Nëse ka ndihmuar sot në të varfër, nëse ka dhënë sadaka,
Por ka pas mundësi ta bën më tepër. Ka pas mundësi. Andaj zotohet tek Allahu xhallahu ala se nesër do të ndihmon edhe më tepër. Do të përgdhel kokën e jetimit. Do të ndihmon të vobektit, grave të veja, njerëz të moshuar. Çdo kush që ka nevojë për ndihmën e tij, dhe ky ka mundësi të ndihmon, zotohet për Allahu xhallahu ala natën se do të ndihmon. Nuk do të jetë më i pakujdesshëm ndaj këtyre kategorive të shoqërisë. Mundohet gjithmonë që ti ketë në vëmendje. Ndoshta kemi gabuar, nuk ua kemi kushtuar rëndësinë e duhur këtyre kategorive. I kemi pasur ndoshta në fqinjësi, i kemi pa ndoshta në rrugë, e kudo që jemi sillur, por nuk ua kemi shtuar vëmendje. Kemi kaluar disi tek ashtu. Dhe tash është mundësia që të pendohemi tek Allahu te barekutaala. Të zotohemi se do të jemi më të mirë, më të kujdesshëm ndaj familjeve tona gjithashtu. Gruaja ndaj burrit, ndalë dhe mendon, a kam qenë unë sot gjatë ditës? A kam qenë unë sot ndaj burrit të më kujdesshme, e sjellshme? Ashtu sikur e kërkon Allahu prej meje. A kam fituar sot unë shpërblim më tepër apo Allahu na ruaj ndoshta edhe kam merituar dënimin për ndonjë fjalë të hidhur, për një sjellje të pajishme që kam bërë në drejtim të burrit tim? Apo edhe burri gjithashtu të ndalet të mediton? A thua vallë kam qenë korrekt në gruas time sot? A jam sill mirë me të? A kam thënë fjalë të mira? A kam lavdruar? A kam qenë një burr me të vërtetë që ja jap hakun familjes së tij apo kam qenë i pakujdesshëm, neglizhent, arrogant? Si kam qenë sot? Sjellja ime në familje sot, a ka qenë sjellje që e kënaq Allahu xhallahu ala apo jo? Shikon me prindët e tij pastaj. Shikon me rrethin, me vllahun, me motrën, me të gjithë. Kështu besimtari e llogarit vetën e tij. Natën para se të vijë të flet, mediton. Si ishte dita sot? Wallahi kush të kujdeset me lejen e Allahut manduar, kur do që i vije vdekja, apo patjetër se do të jetë i gatshëm. Nëse vdekja vije ose natën, ose vije ditën. Nëse vije natën, e gjen të penduar. Nëse vije ditën, e gjen të ripërtrirur. Nga tash fillon një jetë të re nga mëngjesi, nga se i kujtohet taubaja e mbrëmshme. I kujtohet llogaria që ka bërë mbrëm natën. Dhe nuk mund të jetë indiferent ndaj atyre fjalëve, pretimeve që kishte kaluar për to natën para se të bien të flante. Andaj kështu besimtari ruhet nga zjarri i xhenemit, ruhet nga dënimi në varr, shikojnë ruar. Ka sa është i kujdesshëm me këtë vetë llogaritje. Kjo është shkak i përgjithshëm normalisht, përfshin të shumë punë të mira, shumë punë të liga që duhet penduar nga ato këtu më radh. Ndërsa kur bie fjala për punët tash të veçanta, ka se çdo punë e mirë, patjetër, na mbron nga zjarri i varrit. Dhe çdo vepër e ligë dhe e keqe, patjetër, ndikon që të prekemi nga dënimi në varr, Allahu na ruaj. Mirë po veçojmë disa pyetje. Fillimisht ajo që kemi përmend më herët që e thash, çdo vepër e mirë. Çdo vepër e mirë. Nga se kemi përmend sikur në ruar se njeriu në varr, në qoftë se është nga të begatuarit dhe nga ata që Allahu xhallahu ala e ka falur, dhe Allahu xhallahu ala ka gjykuar që mos të dënohet në varr. Çfarë ndodh? I hapet varri, i zgjerohet varri. I vije një njeri në pamje të bukur, të hijshme, një shok i afër dhe mik i mirë. Dhe kur të pyet besimtar se kush je ti që po ma largon vetmin këtë vend, po ma kënaq shpirtin me këtë prezencë tënde, po më shoqëron kush je ti? Thot ana amaluka salih. Unë jam vepra jote e mirë. Dhe çdo vepër e mirë mundohu të bësh çdo vepër të mirë të mundshme që të vije për dorë. Besimtari dhe besimtareja nuk përkufizohen në vepra të saktuara të mira. Ata mundohen që të bëjnë tregtim me Allahun xhallahu ala me çdo vepër të mirë. Çka do qoftë ajo? Edhe nëse nuk mund të jenë pjesëmarrës, për shembull të madh në punë të mëdhenj, pjesëmarrës të mëdhenj në një punë caktuar, nuk kanë mundësi të jenë pjesëmarrës. Në projekte të caktuara të harit të dobishme, nuk mund të kenë aksione të shumta, nga se nuk mund të marrin pjesë me aksione shumë. Spaku një aksion. Një aksion. Mëngjes kur zgjohesh, mundohu që edhe të ndihmosh dikujt me sadaka. 1 euro, 1 euro e gjys, 2 euro, 50 cent. Ndihmo, regjistrohu në listën e bamirësve për atë ditë. Diku që ja thua një fjalë të mirë. Të pajtosh me dy vetëve, të vizitosh dikën, të smurin. E kështu me radhë,
Shumë punë mira. Jo vetëm tjetë puna mire besimtari gjatë ditës, falja namazit, krye disa obligimeve e kështu me radhë. Por mundohu që sa më e larmishme të jetë agjenda jote e punëve të mira, ditore, që me lejen e Allahut të mënduar, sa më i bukur dhe më i mirë të jetë personi që është vepra e mirë kur të na vijë në varr nesër. E dyta që mund ta përmendim nga detalet është gjithashtu është përmend në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu që vritet në luftë në rrugt të Allahut azza wa jall është i mbrojtur nga dënimin e varr. Madje është i mbrojtur nga pyetjet e varr. Njeriu që është vrarë për ta mbrojt fenë e tij, për ta mbrojt vendin e tij, për ta mbrojt pragun e shtëpisë së tij, për ta mbrojt nderin e familjes së tij, për ta mbrojt popullin e tij. Ai që është vrarë në këtë rrugë, ai që është vrarë në emër të Zotit, ka se Zoti e ka obliguar. Pse ka dalë në luftë? Jo për famë, jo për autoritet, po ka dalë në luftë për hir të Zotit, se Zoti e ka obliguar ta mbron vendin. Zoti e ka obliguar ta mbron familjen, Zoti e ka obliguar ta ruan tokën e tij, ta ruan pasurinë e tij. Allah e ka obliguar. Dhe ai përgjigjet kësaj thirrje të Zotit që ta mbron këtë tokë, këtë vend, këtë popull, dhe vritet në rrugën e Allahut azza wa jall. Vritet duke mbrojt vendin e tij dhe shtëpinë e tij dhe familjen e tij dhe popullin e tij dhe nderin e tyre. Vritet. Ky është shikuar ndëruar, ky është i kursyer edhe nga pyetjet në varr, edhe nga sprova në varr, edhe nga dënimi në varr. Ka se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se dëshmorët nuk pyeten varr. Nuk i pyet Allahu kush është Zoti, nga sa e ka dëshmuar me gjak kush është Zoti i tij. Nuk pyetet ç'është është feja jote, nga sa e ka dëshmuar me gjak kush është feja e tij. Kush e ka nxjerrë në luftë pas mësimeve të fesë të tij që është edukuar në njërin e tyre. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kafa bi bariqati as-suyufi fitna." Mjafton sprov për të apo kërsima e shpatave mbi kokën e tij. Në atë ku ka qenë shpata, ka ku plumbat. Çka do të qoftë që është, do thot nga arma dhe municioni që përdoret në luftë. Dhe ai që është vrarë në rrugt të Allahut azza wa jall, ai që është vrarë si kusheceka për të harruar vendin e tij, për të larguar dhe dëbuar armikun nga shtëpia e tij, dhe vritet në këtë rast, ai është patjetër i mbrojtur dhe është i ruajtur nga dënimi në varr. Tjetër është ai që ruan në rrugt të Allahut azza wa jall, ruan vendin e tij, ai që e ruan, do të thotë pasurinë e muslimanëve, ai që ruan nderin e muslimanëve, ai që ruan vendin e tij, ruan natën, roje, ditën, ruan, se tjetën të angazhuar në punë tjera, ai ruan. Patjetër se këtij shkojnë sevapet shumë vëllapë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kujt i ndërpriten punët e mira kur të vdes përveç el murabit fi sabilillah, përveç ai që ruan në rrugt të Allahut azza wa jall. E ruajtësit janë dy lloje, ruajtësit e kufive territoriale, ruajnë kufinin, apo që mos është shkelet kufini i shtetit, mos është shkelet kufiri i vendit, mos të cënohet asnjë pllëmb e këtij vendi nga armiku që tenton ta cënon integritetin e vendit ton. E ruan, në emër të Zotit e ruan. Nuk lën. Kë Allah i ka savatnat e ka Allah xhallahu ala. Edhe ata që e ruajnë, por jo kufirin e vendit, apo po e ruajnë popullin, e ruajnë kufirin e nderit, e ruajnë kufirin e moralit, e ruajnë kufirin e sjelljes, e ruajnë kufirin e vlerave, janë kufi. Nga se përmes këtyre kufive tentohet të depërtohet për të shkatruar vlerat e këtij populli, moralin e këtij populli. Ani ka rojtar që rrin natë e ditë, të kujdesshëm, me sy të hapur, të vëmendshëm, që ruajnë që mos të prishet ky popull. Wallahi sa ka shikoj ndëruar, sa ka njerëz që wallahi natën nuk flajnë, gjumi nuk i merr. Duke lutur Allahun xhallahu ala që Allahu këtë popull më rrit nga çdo shkatrim dhe devijim. Munduan që të lexojnë, mësojnë, të angazhohen, që nesër të luftojnë me çdo dukuri negative, të luftojnë me çdo vest të keq që po e shkatërron dhe po e rrezikon këtë popull, rinin, vajzat, djemt, të rriturit, të vegjëlit, të moshuarit, të gjithë rrezikohen. Dikush po i ruan, dikush po mbron, dikush po qëndron si pend, si bedem i pathyeshëm
po qëndron në kufirin e vlerave, në kufirin e moralit, në kufirin e sirrit, nuk po lejon, jo me dhunë kë, jo me armë kë, nuk e bën këtë mënyrë, por me armën e gjuhës së pendës, me armën e gjuhës së pendës, ruajnë vendin, ruajnë popullin, ruajnë familjen, ruajnë nderin. Këta janë rrugt Allahut azza xal. Wallahi kush bëhet pjesëmarrës në këtë karavan, në këtë grup ruajtësish, kufitarësh që ruajnë kufit e Allahut mos e shkelen, kufit e mirësisë dhe begatisë dhe vlerave mos e shkelen. Këta ruan nga dënimin e varr. Allahu në lutje na mund nga ata. Ata që kontribuojnë çfarë do lloj mënyra që të ruhet, nga se edhe në luftë nuk ka vetë ata që apo nuk kanë vetë një kategori që lufton. Por ai që amaron ushqimin, ai që amaron ushqimin luftarëve dhe vdes duke marrua ushqimin, duke përgatitur ushqim, vdes. Edhe ai është pjesëmarrës në luftë. Edhe pse nuk e ka shkrip asnjë plumb, për shkak se ai ka ndihmuar luftëtarëve dhe ka qenë së bashku me ta në vijën e frontit, ka qenë së bashku me ta. Por edhe këtë Allah e konsideron dhe e trajton si luftëtar në rrugt të Allahut xhallahu ala. Dhe çdo kush i cili merr pjesë në projekte të hajrit, në projekte të mira, që përmes tyre mbrohet feja, mbrohet vendi, mbrohet populli, mbrohen vlerat, mbrohet morali, mbrohet nderi. Me lejen e Allahut mënduar, llogaritet kufitar që Allahu xhallahu ala nuk i kanë dalë sevapin deri kur takohet me Allahun azza xal. Subhanallah. Kështu ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Tirmidhiu, dhe është hadith i vërtet, dhe ka hadith që gjithashtu e transmeton Muslimi në sahihun e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Çdo kujt kur të vdes përfundon veprat e tij. Njëri ka fal drekën dhe ka vdek. Të nesër nuk e fal drekën, nuk ka mos sa për drekën e ardhshme. Ai shpëlet për drekat e kaluara, por jo për drekat e ardhshme. Nga si ndërprej mundësia e punës së mirë. Illa, pa të pejgamberin, për aq ai që vdes duke ruajtur në emrin të Allahut, duke ruajtur kufit. Tan kohën ka punuar për ta mbrojtur fen dhe popullin dhe vendin. Ka vdekur kështu. Gjithmonë ka qenë këtë detyrë. Gjithmonë. Nëse vdes në këtë mënyrë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon Allahu xhallahu ala t'i shënon këtë punë të mirë edhe pse ai ka vdekur. Të nesërmen ai nuk është në detyrë më. Ai ka shku ka vdekur. Allahu janë një, po thuaj se është prapë në detyrë. E prapë në detyrë deri në yawmul qiyame i shkon sevapi rrjedhës, llogaria rrjedhëse qarkullon për të vazhdimisht. Qase ky ka bën punë të madhe. Ka bën punë të madhe. Nëse ai fizikisht nuk është më, ai ka lënë pas vetë mësime, ai ka lënë pas vetë udhëzime, ai ka lënë pas vetë trimëri dhe guxim dhe motiv për të tjerët për të vazhduar më tutje në mbrojtjen e vendit dhe popullit nga çdo tentativë për ta destabilizuar këtë vend, për ta çrregulluar këtë vend, për ta prish këtë vend, për ta prish këtë rini, për ta prish këtë popull. Wallahi ata që mirën me luftimin e dukurive negative, e drogës, alkoolit, amoralitetit, prostitucionit, çdo vepër të keqe, mirën me to. Dhe këtë e bën në emër të Zotit, jo për famë, jo për ngritje gradash, nuk dojnë nga kjo botë ata asgjë, por e bëjnë nga se shpresojnë tek Allahu shpërblim. Wallahi këta janë një detyrë të shenjtë, në një mision të madh që Allahu xhallahu ala këtë u bën sebab t'i ruan nga dënimi në varr. Gjithashtu të shikohet ruan nga ajo që mund të veçojmë, se çfarë na ndihmon që të ruhemi nga dënimi në varr është që të kërkojmë ndihmë dhe mbrojtje nga Allahu, të na ruan, që të kërkojmë mbrojtje prej Allahut, që të na ruan nga dënimi në varr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoi gjithmonë para se me dhën selam në tahiyat, pasi ka përfunduar salavatet, do të thotë ka kënuar at-tahiyatu lillahi was-salawat, tahiyat, ka kënuar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pastaj ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabil nar. O Zot, më ruaj, më mbroj nga dënimi në varr dhe nga dënimi në zjarr. Dhe na ka porositur gjithmonë ta lutim Allahun xhallahu me këtë lutje. Janë 4 gjëra që gjithmonë e ka lutur i dërguari sallallahu alaihi wasallam Allahun që ta ruan dhe ta mbron nga këto 4 gjëra. Nga dënimi në varr, nga dënimi në zjarr, nga sprova e ndryshme e jetës dhe vdekjes dhe nga sprova e dëxhallit. Këto 4 gjëra gjithmonë na ka porositur
që ta lutim Allahun xhallahu ala na mbron dhe të na ruan nga këto këqija. E pastaj ka thonë فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا يَشَاءُ, pastaj le të zgjedh nga lutjet atë çfarë don. Por jo, pa këto lutje mos e përfundon namazin. Lutë Allahun xhallahu ala që Allahu më të ruaj dhe më të mbrojt nga dënimi në varr. Andaj duaja dhe lutja me lejen e Allahut xhallahu ala bën mbrojtësit ton që të na ruajnë me lejen e Allahut mënduar nga dënimi në varr. Gjithashtu nga ajo që është transmetuar, shikuar ndëruar se na mbron nga dënimi në varr është leximi i surës Mulk. Sura Mulk është një sure që është në gjuzin e 29. Madje gjuzi i 29 fillon me këtë sure: Tebarekalladhi biyadihi al-mulk, i madhnuar qoftë Allahu që në dorën e tij është tërposhteti. Kjo sure që i ka dy faqe e gjysmë, më pak se gjysmë, apo ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta këndojnë. Andaj ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: hiya al-mani'a, hiya al-munjiya, tunjihi min adhab al-qabr. Ajo është një pend, ajo është një shpëtimtare, e mbron dhe shpëton besimtarin nga dënimi në varr, sikurse e ka transmetuar Tirmidhiu në Sunenin e tij dhe dietari i njohur i hadithit Albani thotë se hadithi është i vërtetë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna suratan min al-Qur'ani 30 aya, ka një sure në Kur'an që i ka 30 ajete. Shafa'at li rajulin, ka ndërmjetësuar tek Allahu për njëri hatta ghufira lahu, derisa Allah ja ka fal gjunaat. Hiya suratu Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Ajo surja Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Sigurisht që çeka edhe këtë e transmeton Tirmidhiu dhe Albani thotë se hadithi është i vërtetë. Andaj shikojëruar edhe kjo leximi i surës Mulk me lejen e Allahut më çka na kushton gjërat me lexuar surën Mulk. Allahu xhallahu ala bën mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Dhe të tjera që i kanë përmend dietarët, por unë me kaq dua të mjaftohem personte, duke lutur Allahun e mënduar që Zoti na ruan nga dënimi në varr. Që të kujdesemi edhe për shkaqe të përgjithshme, ta bëjmë praktik që ta llogaritim veten tonë, të mendojmë për ditën e sotme çfarë kemi bërë, si jemi sillur, a mos vallë kemi gabuar dikun, a mos vallë si dëgjojmë në mëngjes, duhet dikujt të kërkojmë halal, më fal se gabova, nuk është dashur të sillim kështu, e kështu me radhë, mos vallë, ndoshta ja kemi shkelur e cënuar hakun dikujt, kemi folur për dikë keq, apo ndoshta një adhurim se ke kryer ç'është duhet, në mënyrë kualitative, e kështu me radhë, të gjitha këto dhe shumë të tjera që i përmenda, le të na bëjnë më vërtet një preokupim ditor i vazhdueshëm që mundohemi ta pastrojmë jetën me këto sebepe që na mbrojnë dhe na ruajnë nga dënimi në varr. Allahu na lutet na ruan nga dënimi në varr. Dhe Allah na lutet na begaton këtë botë, na begaton me të mira në jetën e varrezave, dhe të na begaton me të mira në botën e ahiretit, në xhenetin e tij. Shikoj ndëruar me kaq po japi fund kësaj pjese. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi pastaj përsëri me pyetjet e juaja, ndaj na ndeshni, Zoti ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Shikoj ndëruar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe tashmë e keni ndëruar se kjo është një pjesë që është rezervuar për juve. Andaj para se të fillojmë inkuadrimin e telefonatave, ne do të lexojmë disa nga SMS-et që na kanë arritur në lidhje me emisionin dhe pyetjet që ju brengosin juve si shikues. Lutim nga regjia që ta shfaqë numrin e telefonit në pjesën e poshtme të ekraneve, që të keni mundësi që të inkuadroni. Derisa të bëhet telefonata e parë, thot pyetja: a lejohet për femrën 20 vjeçare që ajo t'ia ofrojë veten për martesë një mashkull i cili është i martuar me një grua, ka një fëmijë? Po ashtu dua ta përmendë se personi i fjalë është besimtar dhe hafiz i Kuranit. Këtu janë disa çështje që ka nevojë të sqarohen. A lejohet? Lejohet. Po në çfarë mënyre? Duhet të jetë mënyra rregull shariatike. Jo që për shembull të shkatërron jetën e dikujt, jo që të bëhet përmes rrugëve jo legjitime, jo që të bëhet me provokime dhe me joshje. Po nëse është mënyrë rregull legjitime, përsa fetarisht është e lejuar që burri të ketë edhe një grua, atë lejohet që t'ia ofron vetën e saj dikujt që mendon se është mirë ajo të gruaja e tij, për shkak të diturisë së tij, devotshmërisë së tij, për shkak të sikurse hafiz i Kuranit, s'ka diçka të keqe këtu. Mi po timi të kujdesshëm në mënyrën se si po e bëjmë dhe qëllimin që e kemi në këtë drejtim. Qëllimi që e kemi në
në këtë drejtim. Nga disa nganjëre e bëjmë për shkak të pamjes ose mund të ketë për shkak të autoritetit, të famës e kujt çfarë, e pastaj këtë mbështillin kësaj është në emër të fesë, e kësaj është në emër të devotshmërisë e kështu me radhë. Për këtë arsye po them, të pastrojmë jetën dhe pastaj ky njeri din çfarë bën. Ky njeri që i ofrohet dikush kështu, ai e din familjen e tij, ai din rrethana çfarë bën ai, pastaj është ajo e tij, por a lejohet. Që një vit jam martu, kemi telefonat me inkuadrojnë. Orna? Selam aleikum. Aleikum selam, Artullah. Dhe sa me voni pyetje? Po, orna? Për akikën diçka? Po? Dhe sa me ditë? Për prejmin e kurbana për meshkuj? Po. Çka konkret po të intereson për kësaj? Po, dhe sa me ditë që shkonë, që është procedura, që është... Po, u bo, në rregull. E kuptuam inshallah. Akika është një, domethënë, falendrim dhe mirënjohje ndaj Zotit për fëmijën që ai ka dhënë. Andaj për mashkull prehen 2 kurbana, për femër prehet 1 dhe brenda mundësive duhet njeriu ta therrë dhe prehen dhe kryen këtë detyrë fetare ditën e 7 nga lindja e fëmijës. Nëse nuk ka mundësi, atëherë kurdo që ti bën mundësit nuk prish punë. Kjo është e para. E dyta, se përket akikës, ajo duhet të jetë sikur se kurbani. Ka rregulla, nuk mund të therrësh për shembull pul për akikë. S'bën, nga sa ajo nuk bën as për kurban. Për rregulla që vlen për kurban, vlen edhe për akikën. Se përket shpërndarjes, edhe këtu është, do të thotë, njeriu i lirë, ose e përgatit ushqimin e kafshës së therrur dhe i fton miqtë e tij, shokët e tij dhe u ofron një darkë solemne apo modeste si ka punë dhe e kryen kështu obligimin që ka. Apo e shpërndan mishin të tërën, se s'ka mundësi ndoshta të mirë me përgatitje, nuk din si ta përgatit, nuk ka parë me përgatit, e shkep të tërën mishin apo. Apo do të merrni një pjesë për vete dhe diçka të shpërndan, nuk prish punë. Andaj këtu shpërndarja është e lirë, nuk ka ndonjë obligim të caktuar në këtë drejtim. Po kemi telefon të tërë inkuadrojmë. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam, Artullah. Deshë me voni pyetje për nëmën qoqës. Urna po të ndëgjoj. Ja, ka probleme në motrë të vete. Po? Motrën e kom në mboletë dhe tjasë në mazditë, të të dhe i bon 5 rote në marë. Po? E shkja i shkon rrugullisht, pa e ka morë rëznim me kojët vetat, i shpave nuk i vjen. E që ato përko qëtë me ditë. A me nërë kja me vazhdu me shku rrugullisht. Po. Problem me motrën. Kam cekë edhe në takimin e kaluar, ka qenë një pyetje për 2 motra që nuk flasin mes vete dhe kam thënë se kjo është padyshim diçka që nuk mund të paramendohet nga ana besimtar dhe besimtarës. Veçanërisht kur thotë se këtu falen zbuluara, nuk e di vallahi apo si kanë mundësi ta shkelin një rregull të madh islam për raport e mira ndërfamiljare. Allahu xhallahu ala prish në raport familjare e ka konsideruar si lloj shkatërrimi në tokë. Shkputja e zjarreteve mes antarët familjes, sikur në këtë rast, qëllimisht i ka punë, po nuk shkon. Kjo është shumë e keqe, kjo nga mëkate të mëdha. Nuk e di çfarë arsye ka motra e dy që nuk vjen, nuk dua të futem në detale, por po flas përgjithsisht. Dhe unë besoj që gruaja jote në këtë rast po tregohet, do të thotë më zemërgjer, madje edhe më e mirë se motra tjetër, nga sa ajo po i shkon e kjo s'po vjen. Për këtë arsye, mendoj se nuk duhet më ndal vizitat. Nëse ajo nuk vjen, po edhe ti nuk shkon, çfarë bëhet? Ndahen familjet. I shkputni edhe ato pak raporte që kanë mbet me juve ato prishën. Prandaj ti vazhdo me shku dhe me këshillu. Nëse ajo ka ndonjë paragjykim ti largosh. Ka ndonjë shqetësim, sqaroja. Ka ndonjë keq kuptim, shpjegoja. Fali. Në emër të Allahut azza wa jall këshilloj se kjo nuk ka rregull kështu, e kështu me radhë. Nëse ajo nuk do marr, ti vazhdo kur i ki punë, s'pa ku thirrën telefon, ai e mirë, si kalove. Gani vizitoja, ti mos i shkput raportet me te, edhe pse ajo do më i shkput. Unë shpresoj që edhe ajo të ketë frikë Allahu xhallahu ala dhe të pendohet tek Allahu për këtë veprim, dhe të vjen edhe ajo te ti. Në qoftë se thash nuk ka ndonjë pengesë fetare në këtë drejtim që ajo pengon me ardh, nuk e di çka ka mundësi me konta ajo. Por mirë të me vetë në një hoqë, sikurse ju po pyetni, ju shumë mirë keni bu, Allah ju shpërbleft. Ju po pyetni
Çka të bëjmë? Edhe ajo duhet me pyet dikën çfarë të bën. Nuk besoj se një hoxh i sugjeron që ajo të shkput raport me motën e saj. Nuk e di, nuk besoj. Pa ne mirë me vet. Nuk ka mirë që të marrim qëndrime vetanake, personale, pa konsultime, pa e pyet askën. Konsultau pyet dikën. Pyet njërin më të dishëm, pyet hoxhën. E kam një motë kështu i ka punë. Unë e kam vendosur mos më shkujt ajo kurr. A bëj mirë apo bëj keq? Ta shpjegon hoxha, tregon. Ne duhet që të kemi frikë Allahu xhallahu ala dhe të kujdesemi për veprat e tilla që munden të na sillin vallahi pasojat më tek Allahu te barekuhu teala. E inkuadrojmë telefonatën tjetër të radhës. Alo, më Roma. Roma. Përshëndetje, hoxhë nderuar, kisha më të bëni një pyetje. Po, orna. E kam një vlla, ka një për stresi pak. Diçka po thotë s'jo mirë. Në çka ka? Çfarë po thotë s'jo mirë? Çka ka? Hejtë kur gjohat, po thotë për një vetin plas, më kanë mërzit këtë sana. Asë dhja mi shku me shkruna i kona, me lezore i sana. Po. E qartë. Gjendjet e tilla mund të shkaktohen nga shumë shkaqe. Tash mund të jetë ndonjë mendoj problem që i ka ndodhur dikon, dhe ai ka shkaktuar ta humb vullnetin, mund të jetë ndonjë zhgënjim përballë një pritje të caktuar, mund të jetë për shembull gjithashtu vetë ashtu gjendja e njeriu nganjëherë. Mjekët e përmendin se çrregullimet hormonale brenda njeriu mund të ndikojnë në disponimin dhe vullnetin e tij, mund të jetë edhe kjo. Shumë gjëra mund të jetin. Mund të jetë edhe që është prek nga ndonjë shejtan, gjin, ka mundësi të ketë tjetër. Me i shkru, jo, kërkon me shkru. Po mund të shkojnë të xhallarët që kënojnë Kur'an, fryjnë me Kur'an dhe të lajmërojnë tek ata. Nëse ka të bëjë me ndonjë prekje, me lenin Allahut gjatë leximit të Kur'anit ai shfaqet. Dhe hoxha i tregon se a je për të vazhduar me tutje me hoxhën apo duhesh të vazhdosh konsultimet me mjekët. Mendoj që këto hapa me ndjek me lenin Allah xhallahu ala largohet. Po ai duhet më dhon zor kapak. Në njëri dorëzohen tërësisht, komplet dorëzohet, nuk e lufton gjendjen që ka kapluar. Dhe pret dikush pe jashtë me ardhmë me ndiku tek ai. Është vërtet, ne kemi nevojë për ndihmë të jashtme, kemi nevojë për mjekun, kemi nevojë për hoxhën, kemi nevojë për lexim të Kuranit, kemi nevojë për përdorimin e barnave dhe ilaçeve, kemi nevojë për gjitha këto. Po, këto janë sebepe. Kjo është shkak për shkaqeve. Vendimtare me lejen e Allahut është angazhimi dhe përpjekja jote. Jo më dorëzu komplet, s'po muj diçka, as kam vullnet, as kam fuqi, tani çka më pastaj? Me nejt me flajt, më dorëzu, me lëshu vetën që me rrëshqit drejt depresionit dhe stresit dhe mërzis, a këtë e dëshëran? Jo, lufta, duhet të luftëm, jeta është luft, jeta është betej pas beteje, nuk ndërpejën kur, ne bartemi nga beteja në betej, jeta është luft me të keqen, luft me smundjen, luft me depresionin, luft me mërzin, luft me dështimin, me gjithë shka. Prandaj, edhe dështimi është pjesë e suksesit, është një shkallë që çon të suksesi. E nuk duhet të jetë dështimi s'mbrapsi nga suksesi. Ma duhet luftuar, duhet përpjekur, duhet angazhuar. Edhe krahas kësaj duhet kërkuar pasaj shkaqe që na ndihmojnë në largimin e këtyre problemeve. Andaj lufta, angazhau, përpjeku, përkundër që s'ki vullnet, përpara. Angazhau, disponoj veten me zor disponoj, po disponoj. Mos u dorëzo. Edhe në anën tjetër, kërko tek hoxha me të shkruar Kur'an, kërko tek mjeku me shikuar gjendjen çfarë e ki, mos ka ndonjë problem shëndetësor kështu me radhë, dhe gjitha këto nëse i ndërmerr, me lejen e Allahut manduar përmirësohet gjendja jote. E inkuadrojmë telefon, po urna. Selam aleikum hoxha. Aleikum selam wa rahmatullah. Kam vëllon të martuar me kujen jashtë, edhe ajo e ka largu për 10 neve. Edhe një vajzë që ka të martuar me ishë e gruan shqiptare, edhe atë potencion me largu. Gjëja se kjesi, ajo është 13 vjeqare, gjëja se kjesi se ka shku në familje, po provan me prisha familje. Vojtë, që ka me bo? Na e kemi po punën e saj, ajo është martë, po e të projnë në telefonut me gjona që të lojve sira, që të përdoren, një po janë gjona të vërketa dhe jo deni. Që ka me vetru ma për me kësi zvona, s'kem mundësi ndryshe
Vllai thot se ju jeni ekstremista islamik, unë jam kryqi. E ka kthy vllain edhe jo që e ka pranuar se në tyne se thot vetë se unë jam kryqi. Na falim namaz. Me istighfar jemi qysh Ramazanin e kalum nuk e ndërtojnë istighfarin. Na file namaz falim duha, mundohemi lutemi te Zoti, po agjerojmë, po po dim qysh me ranë kontakt çka më bëj që me ndryshu vllain me lazu te atë gjendje. Inshallah, mundohem Allahzin, inshallah. E kuptova. Allahu në moftë, e kuptova. Nga njerën disa probleme që nuk kena mundësi ne ti nështë zgjidhim një anshmërisht. Kësë nuk varë veç për juve që ka du të me bo. Ju mund të bëni këtë ato që ka ju takon juve, por në qësë edhe vlau nuk e bën që farë takon ati, nuk mund të zgjidhet probleme. Për ndua të thëmë që na duhet fillimisht që të mundohemi, të përpjekemi që ta kryjmë obligimin që kemi ndaj të tjerëve ashtu sikur na ka porositur Allahu xhelalu ala. Të ashtu kemi dy anë, ju dhe vllau juaj. Ju keni obligimin ndaj vllaut, vllau ka obligimin ndaj juve. Ju duhet mundoni që t'i kryeni obligimet që keni ndaj vllaut, që Allahu xhelalu ala t'ju liron nga përgjegjësia. Dhe në qofë se përpjekja juaj në këtë drejtim, duke u liruar nga përgjegjësia që keni para Allahut, përpjekja juaj dështon nuk ka rezultate, ju s'keni çfarë të bëni. Por dua të them që përpjeku në mënyra të ndryshme. Fillimisht, nëse ai thot, çfarë po thotim kryqja, çfarë po thot? Po mirë dhe hajde, çfarë po them, e ka ndru fen, po them kushtimisht. Po dhe fen që ka marrë dhe feja tjetër nuk thot këpo ti raportet me të tjerët, nuk thot kështu. Nuk thot kështu. Ne kemi edhe në Kosovë ka pjesëtar të fesë katolike, kemi pas deri vonë edhe mëqinësitë të fesë ortodokse edhe kemi jetuar. Kemi jetuar dhe vazhdojmë të jetojmë. I kemi fqin, i kemi ndoshta mund të kemi shok të punës, shok klasës, jeta vazhdon. Dhe asnjëherë as nga ana e muslimanëve, por as nga ana e të krishterëve nuk ka pas për shembull citate fetare që nxitin në shkput në raportet mes vete. Hajde që e ke ndru fen, po edhe feja që e ke marr nuk thot mos shko te motra. Edhe pse ata janë musliman. Edhe pse ata falen, edhe pse ata agjërojnë kështu më radh. Ai nuk ka arsye ta bën kët. Mundoni kështu logjikisht me arsye ti asuroni se ne nuk përzihemi në vendimin tonë. Çka ke marrë ti vendim është e jotja. Po ne po kem qef me të pas vëlla prap, ne po kem qef prap me të pa, ne po kem qef prap të taku me ty. Mundoni kështu, mundoni. Ai ka mundësi, është vërtet, ka mundësi që ka bëti kur siher. Dhe sihri e pengon që të vjen, ka mundësi. Po ju bëni dua tek Allahu xhallahu ala, që Allahu ta shran. Allahu xhallahu ala t'ia largon atë pengesë që po i pengon që të kthehet ju përsëri. Bëni dua, vallahi duaja ka fuqi të madhe me lenin Allahu të mëndum. Momentin kur nuk kitet rrugë dale, nuk kitet zgjidhje, ti s'ki çka më bëu atij, s'është ti mo. Mundoni që gjithashtu të edhe me bëu dua. Lutni Allahu xhallahu ala, lutni Allahu që Allahu xhallahu ala çfarë do pengesë që po qëndron mes ti dhe juve, Allahu më largu. Allahu e din çfarë pengesë. A është sihr, a është urrëtie, a është shpifje që i kanë thonë diçka për ju, çka do qoftë pengesë që pengon vllahun e juaj, që të vihet te ju, t'ju viziton, takohet me juve, lutni Allahun që Allahu më largu. Lutni sinqerisht, natën, ditën, gjithmonë kur keni mundësi. Ju mundoni mos sill mirë me ta. Mundoni për shembull nëse me telefon nuk lajmërohet, më dërgoni SMS. Me tregu se ne nuk të kemi harruar. Ne ende të kemi vëlla, ne ende të dojmë, ne ende të kemi të afërt, kemi qef me na ardh. Vazhdoni kështu me bë, në kuptim presion pozitiv. Gjithashtu mundoni që nëse arrin me ndonjë person, takohet me dikën. Mundoni që ju mund të takohet me ta, më thonë që fali vëlla për familjen e vet, këshilloja porosite. Çka do që ai ka dëshirë? Ku do që ai ka dëshirë të taku, ne vim atje, veç ta shohim, mos ta humbim. Ma nëse me këtu 4-5 zyra që i përmenda me rinë Allah xhallahu ala, mund të lëviz situata në drejtim pozitiv. Mund të lëviz, po shpresojmë që mund të lëviz në drejtim pozitiv, edhe pse këto probleme ndodhin, nuk ka kurrë diçka që garanton 100% zgjidhjen e problemit, nuk ka. Por njëri më i marr sebepet e mundshme, më u përpjek, më u mundu, me lenin Allah të mandu, besoj që inshallah do të bëhet një zgjidhje. Allahu dhe më së miri. Kemi telefon të inkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum, salam, rahmatullah. Jam në nënë 2 fëmijëve. Po?
Vavi që 5 muaj s'm fol. Ka shumë për mua nuk o qaq, në di keq kuptim me të mërzikët, ma shumë e kam për fëmijëve. Qysh me reaguan e kështu? A në artë të prind? Po vladis në kështu s'm fol. Ma shumë vina si rrindje të fëmijëve që fëmijët të rrinë shumë dhe ngotë, dhe i kuptojnë shumë gjonat. E keq edhe fëmija 3 vjetë me të kuptu këtë gjojë dhe nëmë, qka është në ta i vladit. Po, e pse nuk të fol vlau? Çfarë arsye ka vlau që nuk të fol? Për çfarë për kot? Ta ka shumë si të një kot. Po. Ku gjojëq? Po. Në rregull. E kuptoj. Këto që sa pyetja janë duke në arë sonë të veçanërisht për probleme familjare, për probleme do të që po alarmojnë për një rrezikim të raporteve mes njerëzve. Dhe sikur që përmendën edhe motra që pyeti, me të vërtetë edhe unë e konsideroj se në shumicën e rasteve janë banale. Nuk kanë diçka, pa lidhje, inate, veç kur që ma tepër. Dhe nuk e thënë inatin, nuk e thënë fjallin, ku më thonë si foli kur edhe si foli, ku më thonë kur si shkaj, e punë e madhe që ke thonë. Banë e punë e mirë, nuk duhet njërë me pas inat punë të keqe. Nuk duhet njërë me pas inat në punë dëmshme. Mu inatos, pse ka thonë kur nuk shkaj. Jo Allah, njërë duhet mu inatos me thonë kur nuk bëj keq. E këtu ngull kom, ama kur nuk bëj mirë, nuk e bon këtë njërë Allah. Dhe unë e kuptoj me vërtet, zemra e motrës plagoset, nuk e ka let me përjetu shkput në raportin nga në vllaut. Veçanërisht kur e dim se vajzat, gjinia femërore është më emocionale, shkput në raportin marrën e përjeton. Të sasoj edhe fëmia, çka i thot nona fëmia atë që daja s'po i flet. Çka më i thon? Po motra ndëruar, ai është problemi në këtë rast. Ai duhet me zgjidh problemin. Unë mendoj që përdori prindet tu, pasi thaj ke gjallë. Fal me prindet tu. Unë jam gjendje me të kalu këtë situatë. A don shërim, ja shëraj Allah. A don kërkim fali, i lipi fali, hallallah, çka don? Veç të krim këtë situatë. Të përfundojmë këtë punë. Këto njerëzit vrahen subhanallahu me vetën në fund u do të mul para burrave dhe ja zgatin dorën në dorë halal të kop gjakut dhe kryet puna. Çka më botar? Më shku kët familja mu farua mu vra? A më shpjegua ti dhe prindet tu më thonë që për ato fëmijëve. Çka kanë faj fëmijë tash? Fëmia me hin konflikt, këta me djem të hallës, këta me djem të dajës, kështu më radh, më shku me u trashëgu urrëtia e konflikti pastaj pa nevojë. Të njerëzit kanë lidhje me këtë problem dhe këtë konflikt. Unë po ta mundohu me përdor printet tu, me përdor ndoshta një motër tjetër nëse ki, në vëlla tjetër nëse ki, me ndërmjetësi me dikush, me bëu hajër, dikush duhet me ndërmjetësu për me zbut situatën. Dhe ti bëu e gatshme që çka do që kërkon vllau për të pajtuar, bëu e gatshme pranu. Për shembull, nëse bëhet fjalë për diçka që është e kaluar, ajo mos kthehet, ka marr fund ajo. Por kërkon për ti për shembull s'm ke lip halal, ani çfarë po të bëm halal. Për shembull. Çfarë banale. Kërkoj falje. Shërohu me të. Dhe mendoj që me lenë Allah të mandum e ke vënë për pikën e duhur për të kaluar problemin. Lut Allahun xhallahu ala, bëj dua, thuaj Zot, zbutja zemrën e vllaut tam. Na pajto me vllaun tam, na largo problemin, na largo pengesën, lut Allahun xhallahu ala. Shpresoj që Zoti xhallahu ndihmon inshallah. Shpresoj. Andaj mundohu ti me i dërgu sinjale pozitive, mundohu me i përdor printet tu, burrin të nështë ka mundësi, ndaj vllat tjetër që ki, motër, në ndërmjetësues të mirë, që e luan rolin si duhet për pajtim. Dhe lutë Allah xhallahu ala, besoj që me këto trija që i përmenda, shpresoj që të lëviz situatën në drejtim të duhur Allah dhe më së miri. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Alo. Orna. Selam aleikum. Aleikum salam rahmetullah. Një djalë ka pas një aksident. Po. Ka të një ujtë, si ujtë në bazia, që të thëjën ka që ka pas bëme, a mërët me ka kjo puna jo. Ua.
A kemi volë disa herë se do të thotë çështja e sehrit, sehire që të natë, bombeve, ekziston, është hak e vërtetë, e mund me ndohë. Po tash nuk duhet të me bëjë çështje që gjithçka çka na ndodh një komo që kemë kon, kjo është. Jo. Mund të shkaktojnë ndeshjet, mund të shkaktojnë smundjet edhe nga shkaqe tjera. Por a mund të bëhet ndeshja si pasojë e mysyshit? Ka mundsi. A mund të ndodhë ndeshja si pasojë e sehrit? Ka mundsi. Po a është kjo mundësia e vetme? Nuk është mundësia e vetme. Pastaj që shkon Hajmalia, nuk do të më shkoj taj. As më shkoj Hajmali, as më vetë pse ka ndodhur kjo. Do të më shkon te një hoxhë i shkolluar që nëse ka kësi probleme tek kjo, të ndihmon me të kalu me Kur'an, sikur se kemi thënë, me lexim të Kur'anit, jo me shkrimet e Hajmalive, nga se këto nuk bojnë hajër, nuk bojnë dobi këto gjëra. Këto mundën me na ashtu të keqën edhe më tepër. Pa të largohemi nga këto besotni, nga këto gjëra që nuk duhet besuar në to. Hajmalia të shkrimet e kështu me radhë. Po edhe nuk duhet që gjithashtu të konsiderojmë se shkaku i vetëm që na ka godit diçka mund të jetë valla mësyshi, valla bombë, valla sehri kështu me radhë. Kjo mund të jetë, por sikur se cika shkak për shkaqeve. Shkak për shkaqeve të shumta që mund të kenë sjell këtë aksident, Allahu i ruaj nga pasojat e tij. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Orna. Alo. Orna, po të ndëgjojmë, Orna. Selam aleikum. Aleikum salam, artullah. Kisha një pyetje hoxha lidhje me dasmat të na, që është e dasës bura dhe gra bashkë, që do pohën. Po. Alo. Po, të ndëgjojmë, po. Edhe pyetje e dytë është çështja e detit. Po. Me bashkëshortën. Po. A than e zban. Po, e qartë, Allah, e kuptum, Allah është problemet. Se përket dasmave kemi volë disa herë, Islami nuk në ndalën nga gëzimi, madje Islami ka obligu njeriu që martohet me bot dasëm, obligime ka. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeriu që është martuar. I ka thonë, a ke bërë dasëm, ka një, ulim, wala u bisha, banë një gëzim, qoftë me një delet prim, diçka banë thjeshta, ma banë diçka. Ka se është gëzim. Nuk është piklim aja. Nuk thotë Islami ka pe gruan çon shpellë kur që s'provojmë na tash. Jo, kur ka gëzim, në rast të gëzimit ka dhe përjashtime. Lejohet këndimi, lejohet vallëzimi, apo ka gjëra që Islami i ka rregulluar. Por me mos, po me kufi. Përgjigje burrave dhe grave. Në atë mënyrë që zhveshën, vallahi gratë që përveshën zonë për darsma. Veç gra me kon është problem me kon aty. Veç gra me kon, problem është aty me kon. E lene me kur përzien me burat huaj, qëfar veshje, ati qka bën atje? Kur shkujnë? Ta bëri ullën sin, qonë me kësy, me valzu. Në ato tesha, me ecë problem në ato tesha. Jo me valzu, në udhu billah, me erritë dhe ma tepër, shfaqjen e pjesët të tërshme para burave të huaj. Nuk e ban këtë gruja që ka men kryo, Allah. Prandaj të kemi kujdes, truhemi, vallahi truhemi se atë ditë gëzimit Allahu ta shndron ditë hidhnimit. Fatkeqësisht. Ti po gëzohesh, po vallahi ti ashesh sherrin dunja në ahiret. Prandaj në kanë rrit shkurëzimet. S'bën rahat. Pse s'bën rahat? Po pse ka nis rahat soi puna. Prandaj po më gëzu, po më festu, po me men, me arsye, me fe. Që në kam su Allahu Gjallahu Ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato dasma ku ka përzirë nuk ban me shku. Nuk ban me shku nga sa aja është çështje që besimtari përlyhet me mëkat. Edhe besimtarja. Po për herë më u bë, po më u bli dhurat, por në ato ahengje, në ato bankete ku ka si shkurje, as si veshje, as si pjesëmarrje. Allah, kjo është çështje problematike. Edhe në deti me shku, deti është begati Allahut. Kush e ka krijuar deti? Allahu Gjallahu Ala. Andaj shuzimi i detit është halal. Me shku mulan deti është halal. Por jo në mënyrën që shkohet tash. Grumbull, burra e grash, 1-1 nga aty. Zhveshna ja, mos thuaj veshna, e zhveshna. Komplet. E shtril para burrit huaj. Ai tetri shtril para gruas huaj. Haudhu billah.
Tu u la me një hapësirë të ngushtë. Jo, valla, këta nuk ka fe që mund me liu qëta. Nuk ka mundësi. E me qëndi islami që kujdeset skajshmërisht për moralin, për nderin, për ruajtjen e vijeve, ndarse, me dy gjinive, që të kënë kujdes. Prandaj, nëse njeri ki mundësi me shku, dikun deti, ku nuk ka kësi pame, në kohra, ku nuk ka kësi zhveshje, nuk prish pun. Por me shku në sezon dhe në vende, ku bënë kësi rëzëllëqe, kësi përzirjesh, kësi zhveshjesh, kësi lakuricish, pa dyshim se kjo është ndaluar. E me që me shku me gru, në udhu billah. Wallahi nuk e di ku ka shku gjelozia njerëzve, nuk di ku ka shku mente njerëzve, me marë njëri grune vetë, me Allahu na rujt. Allahu na rujt nga fitne, nga kjo turbullin që ne ka sjell shetani mallkum. Allahu na rujt. Allahu na rujt nga dënimi, vallahi që mund na përfshin të gjithëve nga marrëzinat e shumë njerëz që janë duke i bërë. Allahu na rujt. Kemi telefonat të inkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum Kam assalam. të pyetje për Hoxhën. Orna për në Pyetje gjallë. por, jam 12 vjeçar. Po. Çfarë obligimi kam për familjarët e babave? Kurse pyetja e dytë, profesori nëse më bën të pa drejt dhe më bën pyetje më të vështira, dhe se falën çfarë të bëj? Po, qartë. Qartë. Obligime ndaj familjarëve të babës i kemi respektu, me ndëgju, me nderu, mos me e uakthy fjallën, mos me ngrit zonën, mos me i kundërshtu, me i dasht se janë të afërmit babës tënë. Ata janë familja jote, janë gjaku jot, prandaj duhesh të jesh i kujdesshëm ndaj të vjetrave të tyre. Dhe gjithashtu të jesh në lidhje të mira me moshëtarët e tu. Të kesh shok, djalin e agjes, djalin edhe kanë në dajës, djalin e tezës, djalin e hallës. Gjithashtu edhe gjitha të fëmijë tjerë, vajzat, të kesh raporte mira me ta, të sillesh mirë, korrekt, e kështu me radhë. Nërsa se përket profesorit që po të bën zullum, po të pyet mashtirë se falësh, më nëse nështë ka kësi profesori, po nështë edhe ti mush me kuptu këtë se ai po të pyet pak mashtirë pse falësh. Pse ka kësi raste, po nështë janë shumë të rralla. Ti mësa. Ti mos e le që ai, se kanë na u dona këna qef, mi mësu do mësime, dhe kështu pasëm që ato më nej vetë. Edhe është dojës të vetë. Dhe kush të vetë, tush, po më duket me qëllim a pyti këtë, pa i nuk e din që ke mësu, çka ke mësu ti, çka s'ke mësu ti. A i të pyet krejt çka ti ke mësu me arsimtarin. Prandaj, mos me ndoj kështu se e po të bën zonë, ti mos me na qështu. Edhe pse ai çashtu të bën, ti mos me na qështu. Ti liron nga kjo ngarkesë. Liron nga kjo kompleks, nga se ka mund të bën problem ti pastaj. Se të bën frikë. Sa do më qumë falë, tash ky komendë çka s'di dhe ato çka din ta hub. Jo, ti lirau. Ti krye detyrën tonë, ti mëso, angazhou, bëu aktiv gjatë mësimit. Pyet diçka arsimtarit çogishtin. Unë do të përgjigj. Bëni detyrat me zell, bëu i sjellshëm klas, mëso mirë. Çatlan bile spaku çatlan, përsa se mirë mësoje. Mëso vazhdimisht çatlan. Me lena do të më s'ka ku më shku, s'ka çare, edhe me të urrejt, patjetër duhet më thon hakun. Të noton me atë që e meriton. Ti jepë mundin tënd, ti angazhou, largohu për këtij presioni, me lena do të mandum do të bëhet mirë inshallah. Kemi telefon të inkuadrojmë? Alo. Orna. Selam aleikum. Aleikum assalam wa rahmatullah. Kom një pyetje, po kur kom një fase grindje në shtëpi, edhe gruaja, edhe fëmijët, edhe nuk punojnë djemë, si kom 2 djemë. A është në pyetje në shyshi, apo është në pyetje diçka tjetër në nësi, Po. Qëse është e mundshme me ma shpjegu pak ma qartë. Inshallah. I kum lexu me rukjo, me natën e fali edhe namazin e natës, e sente, i lutëm e badjava, nuk bën puhur. A ka nevoj për të dihoqa, për mësyshit, për çka për është? Po, e kuptova, zotin i muft, po e kuptova. Edhe kjo problem, mos pajtimi në shtëpi, grindjet, edhe këto,
kanë shkaqe të shumta. Nuk mund të vesh një shkak. Për shembull, po thosë 2 djem nuk punojnë. Kë mund të jetë shkak i grindjeve? Nga se zakonisht koha e lirë, mos angazhimi me diçka i kap njerëz, ata diçka duhet me bë. Ata nëse arrin 10 saat me zveti, ata 7 orë me shku mirë, 3 orë duhet me përla. Prandaj duhet me shiku me evitu shkaqe po sillet deri tek grindja. Punësimi më sport, me tentu më punësu, me punu diçka, me lëviz. Gjithashtu edhe do të thotë që ti për shembull, që po kiçi me kum puna më mirë. Ti bële spaku mundo me gruan tënde që ju tini mirë para të fëmijëve të ju. Mos tini ju edhe ju ndoshta në një bërim i grindjeve, mos pajtimeve në familjen juaj. Mundoni për shembull që më ul me bisedu. Më bisedu me familjen tënde, me ul gruan e fëmijët, më ul me thonë çka është kjo situatë. Hajde na bashkërisht t'ja japim një atmosferë, një klimë të mirë shtëpisë tonë. Çka problemi i jot me këtë? Çka është? Hajde si familje. Unë mendoj se problemi i shumë apo burimi i shumë problemeve në familjet tona, qoftë bashkëtorë, qoftë me prindë me fëmijë në familje, qoftë çfarë do qoftë, është mos dialogu mes vete. Nuk ka dialog. Nuk ka dialog, duhet me dialogu. Dialogu është pjesë përbërëse të njeriu. Duhet me këtë do qoftë, duhet mund me dialogu. Me këtë do qoftë. Me këtë do qoftë që ke pas problem, duhet mund me bisedu. Hajde këqyrëm ku probleme. Hajde këqyrëm cila është rruga që na nxjerr nga kjo situatë. Mund me dialogu, me bisedu. Kjo është e dyta. E treta, a ka mundësi me pas mësysh? Ka mundësi me pas mësysh. I po fakti që po thu, po falna, po bëj do dhe kur gjë, jam mësuj kështu vallahi. Mos gabon me mendu se namazit nuk po sjell dobi në shtëpinë tënde. Wallahi nga se nuk e dinte se sa është Allahu duke ta ruajtur shtëpinë dhe në çfarë situata do të ishte grindja më e madhe po të mos ishte namazi. Edhe këtu lutet që ti pia bën Allahu azza xal. Që Allah me ta përmirësu gjendën e familjes. Wallahi beso bindsh në Allahun. Nëse ke lut Allahun me sinqeritet, Allah nuk komet ju kur. Nuk ti humb Allahu xhallahu ala. Do të vonohet pak zgjidha si sprov. Se Allahu don me të ndëgju halaka e lut, halaka i përulësh. Por kur mos mendo se lutja që ka bëu Allahu xhallahu do të shkonosh. Kur mos mendo se duaja për kushtimi namazit që ti e bën për Allahun shkon hoq, nuk po sjell dobi. Wallahi sjell dobi të paparapame. Cil dobi të pa kalkulume, cil dobi pa llogari, nuk mundesh ti me llogari sot të sjell nga ato dobi. Por normalisht duhet sabër. Duhet sabër. Jo është ti më fal. Me qyre gruaja më fal. Edhe me bodo, edhe fëmijët me bodo. Mundoni me dal diku nga njëra, bashkarisht. Mos tjetë takim, vend takim ju vetëm shtëpia. Dili ka dikun. Jo me shku dikun për në restorant, strajt ose dikun. Po që me dal për shembull dikun me ngrën ka një kullore bashkarisht me familje. Me dal dikun që bashkarisht me pi nga një lang bashkarisht. Le të shohim që jena të afërt, po dalim, shkuam, erdhëm. Andaj mundou ti si kryefamiliar me organizu jetën familje pak më mirë. Duke munduar që të largojmë këto grindje. Edhe në fund, nëse ka nevojë ndonjë hoxh marr në shtëpi me kënu Kur'an rukje, ose dikush nga e familjes me vazhdu me rukje, shikoni, ndoshta kjo mund të jetë. Por mos jetë kjo e para dhe e fundit. Por le të jetë ato që i përmendën më tani, le të jetë ato që ti i përmbash atyre dhe me lenin Allahu të mandum, besoj që situata përmirësohet. Dhe në fund dua të them që normalisht nganjëherë duhet. Po nganjëherë po them është bën normal me pas grindje. Me pas në kuptim mos pajtim, shtyrje, nganjëherë kuptohet se kanë pak më normal. Po nëse kjo bëhet ditë për ditë, ato situata, po kjo është atë e rrezikshme. Dhe kjo është alarmante. Por nganjëherë Allahu na fal. Ton ky gjuna, ton ky zili, ton ky lakmi, po do duhet me shpërthy dikon. Por ti mundohu me ato që ti përmenda, besoj tek Allahu i mënduar se do të përmirësohet situata e juaj. E inkuadrojmë telefonat në radhës. Selam aleikum vëzhgjeru. Aleikum selam wa rahmatullah. Unë gjatë namazit pjasris, kër e foli vanë, për shama 11 natës, 12 natës, ose sabohin, e përdojrë televizorin si dritë. A ko me thërë pengese, pasë që atë e pime qëto fotografit njerë dhe e sene. Po. Edhe pyetja dy për shëtë më të Po. Për shama për zësotën e orë, dukotit. A dhe në onë vetëm një herë, zësot për ta, a çdo vjetë dhe në onë, zësot për orë, për dukat. Dukat që ka gruaja për stolia, po. Po, për shembull që nëna jam që e ko dukopin. A u duk në onë çdo vjet, a dhe çfarë kur e ka
e ka morë dhe mo. E qartë. Apo më kupton? Po të kuptoj e qartë. Në që njeriu falet, për shembull në shtëpi dhe dhoma është e errët dhe ka me për pagdri, dhe duhet të ketë pagdri, nuk është mirë më falë në ketë në terë, atëherë lejohet që të mbetet televizioni i ndezur, por me pas kujdes, mos më ndez lakuriciet, mos më ndez muzika, mos më ndez pamjet pa ikme të përfalesh këto. Për shembull ndezë pis TV-n, ma e pis TV ndezën, edhe në mbrëmje në 2, 3, kurdo që ndezësh ka program, spaku Kur'an ka. Se të pengon zëri Kur'anit, e ndalë zërin, ama nuk shfaqen kur, alhamdulillah, nga ky ekran, nga ky kanal dua të them, në ekran të juaja, kur nuk është shfaqë diçka që rrezikon moralin e juaj, besimin e juaj, nderin e juaj kështu me radhë. Andaj mbahet të ndezur, po mbahet në kanal, në program dikun ku nuk shfaqet diçka që bie nder deri për det me ato që duke bërë ti duke u fal. Nëse mbetja e ditës nuk prish punë. Ari që përdoret për stoli. Dietarët kanë mos pajtim për zakatin e arit që është për stoli. Dhe dy palë dietarësh e mbështetin në argumentet të caktuara mendimin e tyre. Disa thonë se duhet me dhon zakat, dhe kur themi se duhet me dhon zakat, atë zakat s'ka veç njëherë, duhet me kon çdo vit zakati. Si të vjen viti, duhet me dhon zakat. Dhe ka nga dietarë që mendojnë se duhet gruaja me dhon zakat çdo vit për arin që ka, edhe pse është për stoli. Nëse një grup i dietarë mendojnë se gruaja nuk e ka obligim të jap zakat për arin që ka për stoli, nga se kjo dëmton gruan. Aja nuk e ka për tregti, aja nuk e ka për fituar për saj. Prandaj përmendon për shembull një grup që ka një sasi të caktuar ari për 10 vjet, me dhënë zakat nga 2.5, bie vlera e saj shumë dhe mund të dëmtohet. Prandaj unë mendoj se mendimi i dytë është më i saktë. Mendoj, Allahu dhe më së miri, se mendimi i dytë është më i saktë, se gruaja nuk e ka obligim të jap zakat për arin që ka për stoli. Nëse ari është, për shembull, ka ai ari është për stoli, po gruaja se përdoren për stoli, po ruajnë për ditë tjera. Për shembull, janë të mbledh parat për shtëpi. Ose më blikar. I kanë mbledh 500 euro, i kanë mbledh ku diçka tjetër, edhe arin e kanë vendos aty për të fituar diçka prej tij, për të shtuar vlera e buxhetit të grumbulluar e atë po. Atë duhet më zakat për të. Por nëse se ka për kurrë, as se ka ndërmend, do thotë nuk e ruan për deponim, as për fitu, pret mori çmimi, pastaj me shit, se ka për këtë, e ka për stoli. Ja kam bler kur u konuse që aty e ruan tash apo. Edhe sa ard kanë me ustrisë me të, për këtë lloj ari nuk ka nevojë të ipet zakat, Allahu e din më së miri. E inkuadrojmë telefonat e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Dashka me të vitë hoqë në rumë në falme në shpek, kështu zbashku me familjen, baba, nona, motra, e kështu dashka me të abo një pytje, a bojnë gratë pjesë në gjemat. Se për shumë për vje ka njerë më falë veç me nonën, dhe me motrën për shumë. Edhe a ma shpërlimin e gjematit të më pasy që se kanë obligim me shku në gjamije, se kemë qarë që ta, bojnë pjesë në gjemat. A jashtojnë vlerën namazit, që është Po e qartë. Namazi me xhamat, do të thotë namazi me xhamat llogaritet në xhami. Dhe vlera e namazit me xhamat 27 fish, që është më e madhe se namazi i individit, është në xhami, jo në shtëpi. Por llogaritet nëse falesh edhe në shtëpi me xhamat, dhe këtu mbi vlerësohet namazi nëse falesh vet, po. Për shembull, ti më falë me nonën tonë, ose me motrën tënde. A më mirë më falë vetë, a me nonën? Më mirë më falë me nonën. Nga se prezenca e saj e bën një farë dhe gjemati. Dhe i ashton vlerë namazit tëndë. Por jo shtim vlerë, si kur ka në hadith 27% që është 27%, po fish, 27 fish më tepër. Shpërblet njëri më tepër, në qofë se falet në xhami me xhamat. E në xhami ku shkan, qofë se veç hoxha vetë është, edhe në katë dytë atje, ose veni ku është për gra, veç gra ka, asë një burë poshtë në kërë, veç gra ka, aja merë se vapin e 27 fish shpërlimit. Po, për shkak xhamis, se është veni xhamatit. E pëse zjenë kur kush, aja merë se vapin e xhamatit. Po në shtëpi me u falë, po, ata e në xhamat, edhe gratë bëjnë xhamat, por jo në kuptimin e xhamatit të xhamis, po në kuptim të një kolektivitet dhe bashkësie, që pa dyshim, namazin e bën më të vlefshëm se më u fal vetë.
Po, kjo është e pyetje nuk patjetër, e inkuadrojmë edhe pyetjen e fundit për sonte, për shkak se na ka mbetë edhe disa pyetje me SMS, ne kërkojmë nga regjia që mos të inkuadrojmë telefonat tjetër. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Deshta me ta bo një pyetje për haresën, shumë po haroj namaz, nuk e di se sa recati kum falën, kështu po marr abdes, se krejt po e kam një çfarë dyshimi, e kam se aku mora. Po. Dyqysh po më hipin shumë vezvese në krye, edhe po haroj se sa recati kum falën. E qartë, e kuptova, e qartë. Dallon harresa nga vezvesa. Njeri me harru, ketë në harrojmë. Por edhe e ka një kufi, gjithmonë me harru, atër kjo vezvese prapë. Ti mundohu mu koncentru. Namaz mi pas me namaz, kjo reqati i parë, kjo reqati i dytë. Nërsa vezveset mos i kushtove mendje. Ndërtoj e mbindje. Për shembull, je duke u falë, e gjatë tanë kohës e ki bindje së reqati i tretë. Për njëre harran, a ke 3-2, 3 nga se ndërtoj në bindin që ishte para se marë harresa, para se marë vezvesja, ndërtoje në bindje dhe me lejnë Allah të manum, nërguat kjo. Edhe gjërë të abdesi. Të një që ke marë abdes, kur merë abdes, kujtja e vetës, unë e marë abdes. Edhe vazhdo matutje. Mos lejo me lujtë shejtani me ty nga se vallahi në këtë drejtim që nuk je kujdesshme, mundet me cilë pasoja shumë të rrezikshme. Prandaj, luftoje vezvesin, mos u merr me ta, ndërton bindje dhe as përpara me lejnë Allah të manum, nuk do të kesh më probleme. Nëpse koha është afru shumë për të përfundu, por janë disa pyetje që dua që ti përfundoj. Thotë që një vit jam martu, s'kam fëmijë, vihera, po më mallkon çdo herë. Çka të bëj se po më mbaron durimi? Hudhu billah, wallahi kjo është merr. Ti nuk thua ti je fajtor pse s'ke fëmijë. Kjo s'propi Allahu azhën është. Ti bën sabër, bën sabër. Kërkon nga burri yt që ai të mirët me nonën e tij. Thuaj burrit tënd që ai ti flet nonës. Dhe nëse ki mirë kuptim nga burri dhe burri nuk të keq kupton, burri nuk të mallkon, alhamdulillah, për të bën sabër. Vallahi nuk zgjidh problem kur gjë më u fjalos. Nuk zgjidh problem kur gjë më u treguar arrogante. Më u kundëruj çka ki më zgjidh, veç atëron problemet më tepër, veç shkakton problemet më tepër në familje. Bën sabër. Veç ty ani vjeram. Allahu xhalla xhalla komo na xhiku. Ai më ka sprovuar me këtë. Bolla kam galen tam, me mashtu ti më u gal me këtë mallkim. Allahu xhalla xhelalu po na sheh, po na ndëgjon, ai e di çka ka më bë. Çka kush e më tepër? Kush e më tepër? Ama jo fjalë këshia, jo arrogante, jo fyrje, jo përlami, jo kështu. Sillo mirë, ti bën sabër, gjithkusht e tregon moralin e sjelljen e vet. Unë jam dal me atu tash vetëm me burr në banesën ku më herët kanë tu vjeria, mi duke pasur kam gjetë Malia. Unë s'po di çka më bë, me to un bëj namaz. Malia mirë është me qenë të një hoç që bën rukje. Ato nuk bëjnë nga jeni, po ka xhallar që bëjnë rukje, lexojnë Kur'an. Me ja quhet ai Malia, ai shikon çka kanë to. Dhe pastaj ai tregon çka më bë, a mi djeg, a me ujë me bë, pastaj ai tregon çfarë të bëni me to. Xhumaja ditë është e liume, nëse ka nevojë me një vend ku nuk ka xhami të mjaftueshme dhe xhamat ka shumë, ka nevojë të falet 2 xhumaja, mendoj që nuk prish punë inshallah. Jam fillestar dhe punë mendrime, por nuk më lejon të falem, çfarë të bëj? Kemi folur për këtë disa herë, por mendoj se duhet më përpjek. Dhe ai që përpjeket me lenin Allahu të mandum gjën zgjidhja. Si ta përmirësojmë kontinuimin namaz? Lexoj ligjërata. Dhe ka libër që është botuar libër të vogël si të parulemi namaz apo kështu që ka lidhje me koncentrimin. Lexoj libra. Qase kjo është pyetje që ka përgjigje të mëdha dhe gjatë në këtë drejtim, prandaj un po mjaftohem me këtë, nëse merr libër ose në ka ligjërata. Të gjërat që kanë fol për përshëndimin e namazit dhe për koncentrimin e namazit. Me lenin Allah mandum, ato do të jenë shumë të dobishme për ty në këtë drejtim dhe shikoj ndëruar, kjo është edhe pyetja e fundit për sonte. Lutë Allahun e manduar që Zoti xhallahu ala të na ruan nga dënimi në varr. Dhe të na jap jetë të begatshme në këtë botë, në varr dhe në xhennet. Zoti ju ruaj deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.